Gili, keni një podcast, Kosova Job Podcast, dhe si keni arritur për të përgatitur, çka mendoni për podcastin? Vendosëm me kriju një podcast, një hapësirë në cilën ne i trajtojmë pak më thellësisht temat që lidhen me punësimin, temat që lidhen me raportet e punonjësve me shefa, me igjar. Që është një temë shumë aktuale. U mendum ato temat që diskutohen veç në ato dyrë të mbyllura të igjarit, shefa o kontrata, pak me i qitë në një spektër ma gjanë, me i diskutu pak ma Sa gjënsisht. janë të hapur shqiptarët për me folë për këtë pjesë? Unë mendoj në bazë të eksperiencës që kemi pas deri tash, mysafirëve që kemi pas, ja kemi zgjedhur kryesisht CEO, themelues, lider, udhëheqës të igjarit, kanë qenë ma të hapur sa që e komplet. Shumica kanë folë edhe për punat e tyre të para dhe për trajtimet që ata i kanë pas. E kom pas një udhëheqëse të igjarit e cila ka tregu që kur e kom largu personin e parë prej punës, kom hi banjë dhe kom qajt. Këto janë shpesh aspekte të cilat ne nuk i shohim ose i shohim. Edhe nuk i mendojmë i shohim si punëtor, shefat, punëdhënësit tanë, i shohim si shumë të fortë, i shohim si njerëz që i njohim veç prej pikës ku ata kanë rri. Në fakt edhe ata kanë kalu në këto procese, kanë kalu në punët e tyre të para, kanë kalu në sfidat e tyre, mënyrën që i kanë nisë si start-upe. E na mundohemi me pa suksesin jo veç si një punë të kryme, po si një proces, në cilën çfarë hapa kanë kalu vetë ata, në mënyrë që me inspiru njerëzit edhe me pa që nuk është gjithçka as në botën e punësimit bardhë dhe zi. Madje sipas statistikave, 70-80% e njerëzve që kanë stres ju bërën nga puna, për shkak se ne i kalojmë kohën më të madhe në punë, 40 orë një javë i kalojmë. Për kalojmë. këtu pajtohem që puna ta jep stresin më të madhe në duket, a? Edhe i kalojmë shumicën e kohës e kalojmë punë, mandej një pjesë derisa të shkojmë punë, mandej tu mendu tu bë gati për punë, edhe për këtë arsye. Tura me flajtu menu për punë, që herët për punë. Edhe